Përshëndetje, unë quhem Angji dhe sot të bëj një video ndryshe për videove që zakonisht përgatis për kanalin tim të YouTube-it. Zakonisht bëj video yoga nidra ose meditacione që janë për një temë specifike. Dhe ndonë se tema tani është specifike, si që e lexon në videon, në titullin që kam vendosur, dua të përgatis diçka më ndryshe për ty dhe për çdo person që tani ka nevojë për dikë. Këtë video po e përgatis për ty tani, sepse nëse ti e mendon kështu apo është taman realitet, ti e dashur ose i dashur person ndihesh sikur me problemin tënd je krejt vetëm. Dhe kjo është një ndjesi që fatkeqësisht e përjetojmë si person her pas here, nëse kemi fat e përjetojmë rrallë ose gati hiç fare, por realiteti është që edhe nëse jemi të rrethuar me personat më të kujdesshëm dhe më të dashur në këtë botë, ato ndonjëherë nuk kanë kohë për ne. Dhe nëse tani në zemrën tënde ndodhet një problem, një frikë, një emocion i rënd, diçka që të peshon mi shpatulla ose çfarë do lloj gjëje tjetër, nuk ke nevojë për këshilla, nuk ke nevojë për yoga nidra, nuk ke nevojë ndoshta as për një meditim, ndonë se këtë video do e quaj si meditacion. Thjesht ke nevojë për një person që kujdeset për ty. Dhe ndonë se nuk jam aty fizikisht me ty në këtë moment, dua të tregoj që jam plot me zemër, me mendje dhe me përkujdesjen time si person aty me ty në këtë moment, kudo ku ndodhesh. Dhe do ri me ty për shpresoj aq kohë sa të bëj të ndihesh më mirë. Sot nuk kam përgatitur absolutisht asnjë skenar, asgjë që e lexoj, thjesht dua të rri këtu me ty. Dhe ky është një koncept që nuk mendoj që ka video në shqip të tilla. Nëse ke fatin të flasësh anglisht ose gjuhë të tjera, ka video quhen ASMR dhe personi që flet qëndron me ty, të thot gjëra të buta, të ngrohta, në mënyrë që të ndihesh më mirë. Dhe mendoj se komuniteti shqiptar po ashtu ka nevojë. Dhe jam shumë e lumtur që Zoti më ka dhënë mundësinë të flas shqip në mënyrë që të rri këtu me ty. Dhe t'jem zëri ngrohtë, shpresoj, dhe një person me sistem nervor, nëse njeh këtë koncept nga psikologjia, që t'jem një person me një sistem nervor të qetësuar dhe të madh mjaftueshëm sa të kujdesem për ty në këto minuta që vijojnë. Okej. Desha të them le të fillojmë, por kjo video ka filluar që të 5 minuta. Jam këtu me ty. Me vëmendje jam krejt këtu me ty. Nëse ke qef, të ndihesh e sigurt që se je një vend
ku kërkush nuk qetëson, dhe në qoftë se e ke mendjen e hapur mjaftueshëm sa të mos të duket çmenuri, të ftoj ta ndalësh këtë video ose ta mbash play button të shtypur, të thotë ta vazhdosh këtë video dhe thjesht më trego se çfarë po ndodh në jetën tënde. Ndonë se nuk do të dëgjoj me veshin fizik, të lutem je sigur që do të dëgjoj me zërin e zemrës. Thjesht më trego se çfarë po ndodh në jetën tënde. Më konsidero si psikologja jote, ose më konsidero si shoqja jote, çfarë do që të bësh që të bën të ndihesh më mirë. Jam 28 vjeç, nëse ndihesh mirë, më konsidero si motra jote e madhe ose motra jote e vogël. Si mami, mund të isha mami jote, nëse je më e vogël se unë. Sido që t'jetë, thjesht më trego. Jam këtu për ty. Nëse po fliqe, më fal që të ndërpreva, dhe nëse ke nevojë të flasësh më shumë, thjesht bëj pause videos, bëj pause zërit tim tani, dhe fal një që gjatë sa ke nevojë. Nëse ma tregove tashmë se çfarë po të rëndon në zemrën tënde, mbi shpatullat e tuaja, ose çfarë do lloj gjëje që kishe në mendje, të falenderoj, dhe dua të them që kur flet për problemet që ke, ose për ndjenjat që ke, ndihesh më pak vetëm. Sepse kur e mban për brenda, të rëndon, por kur e nxjerr jashtë, ndihesh më lehtë. Dhe jo, nuk je duke u ankuar, sepse kur e ndjen diçka fuqishëm brenda, bëhet toksike kur nuk e nxjerr jashtë. Kështu mendoj unë, dhe kështu mendon edhe shkenca e psikologjisë. Dhe dua të them që nuk ka absolutisht asgjë që të bën mirë kur e mban për brenda. Edhe lumturinë kur e ndjen është mirë të shfaqësh. Çdo gjë që ndjen është mirë të shfaqësh. Dhe dua përsëri të të them që çfarëdo që po kalon, tingëllon, në Shkodër thojmë marri, tingëllon si gjë që vogëlsi ose sikur po mundohem të bëj të ndihesh më mirë. Por, dhe tani e them shprehjen, çdo gjë kalon. Absolutisht çdo gjë. Fatkeqësisht edhe gjërat e mira. Gjërat e mira, por edhe gjërat e këqija kalojnë dhe nuk qëndrojnë asnjëherë në jetën tënde. Kjo nuk është këshill, ky është realitet. Kjo është një eksperiencë që e kam provuar të gjithë këto 28 vite. Është eksperiencë që morgjit që merren në budizëm, vite, të gjithë e tregojnë se është realitet. Dhe këtë gjë kemi parë aq shumë herë në jetën tonë. Në jetën time, në jetën tënde, në qoftë se shikon me kujdes. Për nese, kjo nuk ka rëndësi në këtë moment.
çfarë ka rëndësi jeti dhe ajo që po ndjen tani. S'duhet të mbush mendjen me fjalë kote, thjesht duhet të qëndroj këtu me ty. Tani, të kalojmë të një çështje tjetër. Me këtë problem që po ndjen tani, a je kujdesur mjaftueshëm për veten? A ke pirë mjaftueshëm ujë? A ke gatuar diçka të mirë për veten? A i ke bërë masazh këmbëve? E di, tingëllon marrije përsëris edhe herë këtë fjalë, por këmbët janë ajo që na lidh me tokën dhe ka një efekt te masit shumë qetësues për mendjen dhe shpirtin dhe trupin kur thjesht merr edhe 2 minuta kohë. Merr një krem të mirë ose nëse nuk ke krem, pa krem fare, dhe thjesht kujdesesh për këmbët. Merr ngadal, një nga një, për fat ke vetëm 2 dhe nuk ke shumë punë. Shpresoj, ndoshta qenjet njerëzore kanë evoluar. Dhe thjesht duke masuar këmbët ngadal, ka një efekt shumë qetësues dhe tokëzues, grounding për ty, për mendjen dhe emocionet dhe shpirtin. Tjetër, çfarë ka në checklistën e mirëqenies? A ke dalur sot nga shtëpia? Edhe në qoftë për të shkuar, për të bler një, gati thash paketë cigare. Dëgjoj, unë jam partizanja më madhe për qetësinë shpirtërore, për pastërtinë e brendshme trupit duke mos futur toksina, por ka momente në jetën time që ndihem aq keq, sa nuk më bën të ndihem mirë kur, nuk e di, thjesht të bëj një dush, ose të ha një frut, ose të pi një gotë ujë. Kam nevojë për diçka që është aq e rëndë sa ajo ndjesia që ndjej. Dhe e pranoj, marr një cigare dhe e pi, kur kam rastin. Dhe fakti është që më bën të ndihem më mirë. Nuk jam fanse e cigareve, por ndonjëherë të bën të ndihesh mirë. Nëse nuk e beson këtë gjë, nëse nuk është për ty, të lutem harroje këtë sugjerim, por përndryshe, nëse po kalon diçka shumë të rëndë dhe nuk ke asnjë person që të suporton. Nuk ke mua, por nëse nuk është mjaftueshëm, atëherë bëj çfarëdo lloj gjëje që të bën të ndihesh më mirë. Ky është sugjerimi më i mirë që mund t'i jepsha çdo kujt në këtë botë. Dhe nuk jam person që, si mund të quaj në shqip, nuk do them asnjëherë që jam perfekte, sepse nuk jam. Dhe mendoj që edhe mënyrat e kujdesjes për veten nuk janë perfekte. Kërkush nuk është perfekt. Por, shpesh herë, gjërat që na ndihmojnë mund të duken të çuditshme, por prapë se prapë duhet i bëjmë, sepse nëse intuita jote të thotë diçka, ajo është gjëja e duhur për ty, edhe nëse për personat e tjerë nuk bën sens. Nëse bën sens për ty, është mjaftueshëm. Okej? Kjo erdhi si këshill nga motra madhe. Kështu. Okej. Kujdesja fizike, shpresoj të jesh kujdesur për veten. A ke fjetur mjaftueshëm? Kjo është një pyetje e rëndësishme. Kur unë nuk flej mirë, më duket sikur dita shkon dëm, sepse nuk jam e mirë për absolutisht asgjë. Kur nuk kujdesem për veten, mundohem të kujdesem për tjerë, por gjithmonë nuk më ec, nuk më funksionon. Ç'të të them? Prandaj gjumi është shumë i rëndësishëm, e dashur ose i dashur. Jam kurioze a ka djemë që dëgjojnë videot e mia. Kujdesja për veten zakonisht është tipar femëror, por shpresoj dhe lutem që një ditë meshkujt dhe femrat kujdesen njëkohësisht për veten. Nëse prap hapa temë tjetër. Ti je
personi më rëndësishëm në këtë moment për mua dhe vetëm dua të bëj të ndihesh më mirë. Tjetër, një prej gjërave që ndihmon shumë kur je të kaluar një problem është të marrësh një laps, një letër dhe të shkruash absolutisht çdo gjë që po përjeton pa asnjë filtr. Nëse je duke urryer dikë, shkruaj çdo gjë që do i thoje. Nuk jam partizane e dhunës fizike. Nëse ke mendime agresive ndaj një personi, të ftoj të marrësh një jastëk dhe ta godasësh sa më fort që t'jetë e mundur. Nuk është e rëndësishme çfarë godet, për sa kohë që nuk është një person tjetër, edhe nëse të ka zemëruar shumë. E rëndësishme është që atë energji agresive që ndodhet në trupin tënd ta shprehësh në një formë ose një tjetër. Kjo është kur ndjen agresion. Kam edhe një sugjerim tjetër, edhe kur ndjesh në depresion. Depresioni është energji e pa shprehur nga jashtë. Do thotë se depresioni është një mbyllje e emocioneve. Je duke përjetuar depresion, nëse ky është rasti, kur nuk e lejon një emocion të dalë jashtë dhe shpeshherë të ndihmon të godasësh një jastëk, se të paktën del nga depresioni dhe fton më shumë energji të fuqishme në trupin tënd, të cilat të ndihmojnë të japin ide të reja, impulse të reja në mënyrë që të ndihesh më mirë. Kam shumë mendime për të shprehur mbi këtë temë. Duket sikur jeta ime më ka përgatitur më së miri se si të kujdesem për shëndetin mendor. Jo vetëm nga që kam studiuar psikologji, por thjesht nga sfidat e jetës, nga gjërat që jeta më ka mësuar, dhe ka jashtëmasë shumë gjëra, shumë mënyra si të kujdesesh për veten, si të çlirosh emocionet në mënyrë produktive, që do e kisha ëndër t'ja mësoja të gjithë personave shqipfolës, sepse janë gjëra që shoqëria nuk na ka mësuar, shkolla nuk na ka mësuar, prindrit nuk na kanë mësuar sepse nuk kanë ditur për vete. Dhe janë gjëra që edhe në media nuk qarkullojnë akoma, sepse janë gjëra që i ka mësuar nga vende shumë të mbyllura, në sensin që këto gjëra nuk i din gjithkush. Mësimet që kam mësuar unë mund t'i din më pak se 1 milion persona në këtë botë, dhe imagjino që bota ka 8 miliard persona. Nuk e di pse jeta më ka dhënë këtë fat që t'i mësoj këtë gjëra, por e përsëris do ishte ëndra ime t'ja shprehej të gjithë personave shqipfolës, dhe shpresoj shumë që ky kanal në YouTube të ma mundsoj këtë gjë. E dashura ime, kthehem përsëri te ti. Nuk e dija ndihesh më mirë me këtë rambling, quhet anglisht, me këtë folje pafundme që bëra. Dua të t'jap një mundësi tjetër se si mund të ndihesh më mirë, nëse ke ardhur deri në këtë pikë të videos. Shpresoj shumë që të ndihesh më mirë, por nëse ky nuk është rasti, atëherë unë do t'jap një adresë emaili. Kjo është adresa që kam hapur posaçërisht për këtë kanal, dhe dua të t'jap mundësinë që të ma thuash direkt se çfarë po të shqetëson, ose emocionet ndoshta që nuk mundesh t'ja shprehush një personi tjetër, sepse ndoshta as nuk ke një person tjetër, por dua të t'jap rastin që, ose të t'jap shansin që ta dish se ke një person, jam unë. Mund të më nisësh një email. Emailin do e shkruaj poshtë në kutinë e informacioneve. Nëse të bën të ndihesh më mirë, më shkruaj. Nuk të premtoj që do të kthej përgjigje, sepse jam e sigurt që do marr shumë emaile, ose ndoshta nuk do kem mjaftuar shumë kohë nga jeta personale, por sapo të më japet rasti do e lexoj, dhe edhe nëse nuk kthem përgjigje, duhet ta dish që funksioni i kësaj që të ofrova është që ta dish që ke një person
që interesohet për ty dhe mezis do priste që të lexote atë që ke shkruar, sepse dua të bëj të ndihesh më mirë dhe dua të t'jap sigurinë që nuk je vetëm në këtë botë. Ky ishte mesazhi i kësaj videoje. Unë jam këtu për ty dhe nuk e di se a funksionon kjo video, a bën një person të ndihet më mirë. Prandaj nëse kjo është e vërtet, do isha shumë e lumtur nëse më jep një feedback në komente ose direkt te adresa e-mailit, në mënyrë që të mos bëj asnjëherë më video të tilla, por njëkohësisht nëse kjo video ndihmon edhe një person në mënyrë që të vazhdoj të bëj video të tilla në shqip. Oke. Tani e mbaroj këtë eksperiment, nëse më ke ndjekur deri tani, të uroj një natë ose një ditë sa më të bukur, të dërgoj jashtëmasisht shumë dashuri, edhe të lutem tani jepi një përqafim vetes, po e bëj edhe unë për veten time tani, përqafoje veten njëkohësisht me mua. Tani jemi të dyja duke përqafuar veten, dy persona që e dojnë shumë veten e tyne, dhe që po ndajnë këtë moment me njëra tjetrën ose me njëri tjetrin. Më falni çuna. Oke. Tani do mbylli videon dhe po të lë të dërgoj shumë dashuri, të dërgoj edhe një përqafim gjigant dhe jam këtu për ty. Mirupafshim. Nga unë, Angie.